Në ambientet e Bazilika e Nanës së Këshillit të Mirë u inaugurua një ekspozitë muzeale me karakter historik dhe shpirtëror në kuadër të 130 vjetorit të shpalljes së Zojës së Këshillit të Mirë si pajtore e Shqipërisë. Ceremonia u zhvillua në një atmosferë solemne me pjesëmarrjen e hirësisë së tij, kardinalit Rolandas Makrikas, përfaqësues nga Bazilika Papnore e Santa Maria Maggiore, si dhe autoriteteve të larta fetare dhe civile. Ekspozita paraqet një përmbledhje të pasur objektesh me vlerë të veçantë historike dhe kulturore, të cilat dëshmojnë për përkushtimin në ruajtjen e trashëgimisë shpirtërore ndër vite, edhe në periudha sfiduese për vendin. Organizatorët theksuan se përmes kësaj nisme synohet jo vetëm rikthimi i memorjes kolektive, por edhe forcimi i identitetit kulturor dhe fetar të komunitetit. Historia, besimi dhe kujtesa nuk paraqiten thjesht si dimensione të skalumes, por si realitete të gjalla që ndërthuren me vetdijen dhe përvojën tonë shpirtërore. Ky takim sonte nuk është vetëm një akt kulturor, por një akt kujtese të gjallë, ku e kalumja bëhet e pranishme edhe merr kuptim në dritën e tashmes. Sonte nuk hapim vetëm një ekspozitë. Ne hymë në një hapësirë ku simboli te kalon vetveten edhe bëhet shenjë e një pranie që shoqëron historinë. 130 vjetori i shpalljes së Nanës së Këshillit Mirë pajtore e Shqipërisë nuk është thjesht një datë kronologjike, një kronos, por një moment teologjik, një kairos, ku hiri i Zotit edhe historia takohen bashkë. Ed è kjo espositi që bëjmë sonte, si ka theksuar Don Artur, nuk është vetëm një kujtesë. Do shta i nuk ka thënë që disa gjerat që kemi espozuar kanë qenë të ruajtur prej familjeve të ndryshme, e kanë ruajtur me besim, e kanë ruajtur deri sot, deri tani. Atër na flasin për gjera të kaluara, bitë gjithë për vuajtjet të, por na thojnë që është mundur e duhet të shkojnë përpara, të ecim përpara. Atër nuk është vetëm një kujtesë, por është një nxitje për të ecur më përpara, që ne si besimtar mund të dëshmojmë këtë besim e mund të në të vërtetë ndërtojmë së bashku një qytet më të mirë. Sono veramente gioioso. Jemi lumtur, jemi pranishëm në këtë jubilej marian të kësaj bazilike, edhe për faktin sepse vi nga një shejtnore mariane, shejtnoria parë mariane në botën në dimensionin perëndimor të kishës katolike. Është vërtet shumë emocionuese të shikosh se si kjo bazilike dhe përshpirtnia e Zojës, lidhje me këtë bazilik është e përhapur në gjithë botën. Kjo shejtnore në titullin e Zojës së Këshillit të Mirë, që është kryesorja për vendin tuaj, për Shqipërinë, është ndërruar për gjatë gjithë shekujve. Për gjatë shekujve këtu janë lutë të gjithë shumë besimtarë, të gjithë besimtarët e mënyrë të veçantë edhe martirët e kishës tuaj. Prandaj është shumë domethënëse për me nis këto celebrime dhe celebrimin e ditës nesër me këtë moment të ditës së sotme që lidhet me historinë. Sepse historia na mëson se si gjatë jetës ngjarje të ndryshme marrin atë vëmendjen e duhur e domethënien që na shërbejnë për të ardhmen. Uroj e shpresoj, ky është në fakt edhe mesazhi jem, që ky 130 vjetor i dhënies së titullit të Zojës së Këshillit të Mirë si pajtore e Shqipërisë dhe shqiptarëve, shërbejnë si lidhje më e fortë e juaja me besimtarët, si lidhje e juaja më e fortë me vendin, me historinë, në mënyrë të veçantë që në të gjithë popullin e Zotit të rritet dashnia e kultit e dashurisë e ndërimit për nanën e Zotit tonë. Një ndër elementet më tërheqëse të ekspozitës është veshja tradicionale përdorur nga Nën Tereza gjatë rinisë së saj, një relike rrallë që ofron një lidhje të drejtë për drejtë me fillesat e rrugëtimit të saj njerëzor dhe shpirtëror. Ky objekt i jep ekspozitës një dimension të veçantë simbolik dhe emocional. Objektet dhe materialet që do të shohim sonte këtu dhe që na prezantohen, me që kam pasur mundësinë t'i studioj dhe t'i përkatis në aspektin e tyre historik,
mbartin histori të heshtura, por jashtëzakonisht domethënëse. Shumë prej tyre janë ruajtur me guxim gjatë viteve më të errta të diktaturës komuniste, veçanërisht nga viti 1967 deri në vitin 1990, një periudhë kur feja u ndalua dhe çdo shej e saj u përndoq me ashpërsi. Teksa punonim këtë ditë për ekspozitën, gjithnim vinte në mend një imazh mjaft i njoftun i Anxhelinës Nenshatit. Teksa populli i Shkodrës rimerrte nga muzeu ateist figuret të cilat ishin ekspozuar aty për të deskredituar besimin. Pra, një mendje, një zemër, një shpirt qëndron te kjo forcë e madhe, kjo shpresë e të gjithëve, të bashkuar në besim. Dhe referu pikërisht këtij momentit ne mendojm së bashkut me të gjithë këto të rinj që i kam pa mjaft aktiv sot e të gjithë këto ditë në këtë kish, përfshi dhe domarturin si një prej këtyre të rinj, të cilët patjetër i falenderoj për gjithë këtë angazhim të madh, se si do ta ndërtonin këtë. Dhe kështu njerëzit ju përgjigjen bindshëm thirrjes për të sjellë reliket që ata i kanë ruajt në familjet e tyre. Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun duke ofruar një mundësi reflektimi dhe njohje më të thellë me trashëgiminë historike e fetare si një pasuri që kërkon përkujdesje dhe përcjellje ndërbreza.